Autoriteti kombëtar I ushqimit po vjen me intensitet kontrollet dhe inspektimet në qarqe të ndryshme të vendit me qëllim garantimin e sigurisë ushqimore dhe mbrojtjen e shëndetit të konsumatorëve. Këto inspektime janë përqendruar kryesisht në subjektet që ushtrojnë veprimtari tregtare me produkte me origjinë bimore, duke përfshirë magazinimin, përpunimin dhe ambalazhimin në qarqet lesh dhe fier. Gjatë këtyre ditëve, trupat inspektuese të AKU-s kanë kryer gjithsej 16 inspektime zyrtare në subjekte të ndryshme të kësaj fushe. Nga kontrollet e realizuara, 10 subjekte I kanë rezultuar plotësisht në përputhje me kërkesat ligjore dhe standardet e sigurisë ushqimore. 5 inspektime kanë përfunduar me vendosjen e masës administrative para lajmërim për shkak të parregullsive të lehta, ndërsa një subjekt është ndëshkuar me masë administrative më të rëndë, gjo bllokim të mallit dhe pezullim të aktivitetit të ambalazhimit të PMB-ve. Për këtë rast, AKU-ja ka njoftuar se do të propozojë revokim të licencës së ambalazhimit pasi janë konstatuar shkelje serioze të kërkesave ligjore gjatë ushtrimit të aktivitetit. Në njoftimin zyrtar, Autoriteti Kombëtar I Ushqimit thekson se kontrollet do të vijojnë në mënyrë të pandërprer në të gjitha qarqet e vendit. Qëllimi kryesor I këtyre veprimtarive duhet të garantohet që produktet që hidhen në treg të jenë të sigurta për konsum, ndërkohë që bizneset ushqimore të respektojnë standardet e cilësisë, higjienës dhe etiketimit të përcaktuar në legjislacionin në fuqi. AKU nënvizon gjithashtu se mbetet plotësisht e angazhuar në zbatimin rigoroz të ligjeve dhe akteve nënligjore që lidhen me sigurinë ushqimore, si dhe me forcimin e bashkëpunimit me operatorët e biznesit ushqimor për të rritur ndërgjegjësimin mbi rëndësinë e respektimit të normave të higjienës dhe cilësisë. Në përfundim, institucioni siguron qytetarët dhe konsumatorët shqiptar se kontrollet dhe monitorimet e vazhdueshme do të mbeten prioriteti kryesor, duke kontribuar në një treg ushqimor më të sigurt, më transparent dhe në përputhje me standardet europiane të sigurisë ushqimore.